të gjithë na, duhet kemi kujdes me momentin e parë që të marrim dakordimin e djalit edhe vajzës se janë dakord që ta fillojnë një jetë bashk me njëherë, ama bashkë me njëherë, ne duhet që të shqiptojmë, të bojmë aktin e fejesës e tyre. Ta legalizojmë në formë fetare edhe kombëtare atë lidhje të aty në dy personave. Dy personave, para aktit të fejesës, ju lejohet që të bisedojnë edhe të dakordohen për jetën e tyne, po jo të vetëmohen edhe jo pa prezencën e dikujt prej kujdestarëve të një nëspaj. Ka mundësi një moment ata dy me bisedu me një tavolin anash atje, muhabetet e tyre, amo jo të kaloj ajo në raporte intime e gjona të cilat bine kundërshtim me rregullat fetare. Sepse, na falni po, na jemi njerëz. Allahu na ka ngrit lartë, edhe kë ngritje të Zotit nuk duhet me e qitë na qaq poshtë sa me pru e punën e njeriut, e fëmijëve tonë, e vojzave tona, edhe të djemve tonë, sikur në pazarin i qitë. Qëtu në dile, nuk u shit filon pazarin, nashta shitet pazarin tjetër. Nuk i pëlqej filon mështerijes, nashta i pëlqen ati mështerijes tjetër. Nuk jemi të bëj këtu me kofshë, me gjësende. Kemi të bëj me njeri. Nuk guxojmë na me lëshu nivelin ton, kaq ullët dhe kaq poshtë, për interesat të caktuara të grupacioneve, apo organizatave, apo kush e di çka, dreqin atje dhe kuj dreqit i hin punë, kjo farë pune, për mëna, për mëna që moralizu, për mëna që kontarizu, për mëna shfetarizu neve, sot në këtë troje. Për të cilin morale, për të cilin këmbe, për të cilat kena boq mos, kena dirë njërës, po vazhdojnë hale me dirë njërës. Hale po duhet me sakrifiku. E hale po na vdesin njerëz atje të i rujt kufit e tonë. Për çka? Për qitë vend, për qitë tokë, për qitë moral, për qitë karakter, për qitë familje, për qitë gjona.